Histori të vërteta, këtë puntat ka udhëtuar drejt fshatit Trevllazër, 17 km nga qyteti i Vlorës, i vendosur në pjesën verilindore të tij. I gjithi i derdhur mbi një kodër, aty ku dielli bekon herët në mëngjes dhe perëndimi ofron panoramën mahnitse. Histori të vërteta ka udhëtuar sot drejt fshatit të Trevllazërit, një fshat i cili ndodhet shumë pak kilometra larg qytetit të Vlorës, një fshat me histori, por edhe me një pamje të mrekullueshme të plantacioneve të tëra të ullinjve. Sipas historisë, ky fshat është themeluar nga Trevllezër. Për të shkuar në Trevllazër, mund të marrësh dy rrugë, autostradën Levan-Vlorë, por edhe aksin e vjetër nacional. Pamjet nga ky fundit kemi zgjedhur t'i ndajmë me ju nga ky rrugëtim i yni off-road. Skrofotina është fshati i Radhës. Në vitin 1865, Pasha i Beratit shpërnguli një komunitet të tërë dhe vendosi në këtë zonë ku ka ende pasardhës të këtij komuniteti që jetojnë e punojnë. Atëre historiku i fshatit Trevllazër. Ka histori të vjetër për vetë faktin që zhvillimi ose kultivimi ose rritja e bimës së ullirit tregon se ky vend banim ka një histori shumë të vjetër. Emri Trevllezër. Po, emrin Trevllezër. Thash Gojdana janë, po fatkeqësi për neve që nuk ka gjëra të shkruara, mund të ketë gjëra të shkruara, po nuk ka gjëra të shkruara. Po, Trevllazër ka qenë Trevllezër. Gojdana, Trevllezër. Po, këtu ka edhe mbiemra, se vetë rrjedhja e historisë, se këti komuniti ka qenë, janë shpërngulur, kemi me minajt që janë me origjinë, thonë, nga bregu, ashtu në Mifol, dhe një pjesë janë këtu, edhe nushajt, i kanë mushërindëm. Neve si origjinë, neve myrtajt, në thonë, me këto të shkruara që bëjnë këta, me ato pak studime, e në nga bregu, sa thonë nga narta e vjetër, të kuptojemi se nartën Ali Pasha e zhvilloi atëre për shfrytëzimin e kripës, Ali Pasha. Po ti shikojmë edhe historisë, Bartosz ka që ka bërë për siqesën për atë fshatin, ka që në Sazan, për nuk ekziston më, erdhen dhe ungullitën në nartë edhe në Zvërnec. Ju jeni banor i vjetër i fshatit Trevllazër? I vjetër që nga trungu i vjetër që të Trevllezëve që kanë ardhur e kanë ngullur fshatin këtu në Trevllazër. Edhe quhem Bejkush Myrtaj. Gëzoj mbi emrin e të vllajt e Trevllezëve që quhen Myrtaj, ashtu Trevllazër. Pra këtu nis historia e krijimit të këtij fshati. Nisi edhe historia e këtij fshatit, është një fshat me tradita të mira shumë në rrethin e Vlorës, me prodhuese bujqësore të rregullta, me vreshta, me ullinj, me fshat punëtor i rregullt.
Sipas historisë, në këtë fshat kanë ardhur 3 vëllezër, emrat e të cilëve sot janë fiset pasardhëse të Trevllazërit. Historia e fshatit është, unë e kam nga babaj dhe nga gjyqllarët, është që tregojnë për 500 vjet apo 600 vjet, apo sa ka, atë se di si statistik, po që kanë ardhur 3 vëllezër dhe thonë të vjetrit që kanë ardhur nga arta e Greqisë. Edhe janë ullur këtu, në këtë fshatin e Trevllazit, këtu në Trevllazër i kanë qenë me embra të tillë. Njëri e kanë quajtur Myrte, njërin e kanë quajtur Qeqo dhe njërin e kanë quajtur Shako. Dhe këta 3 embra kanë dhe lagjet e tyre këtu në fshat. Domethënë që lagje, kjo është lagja e Myrtajt, e Shakajt dhe e Qeqajt, që është më tej. Kështu është historiku i Trevllazit, që ekziston Trevllazi. Megjithatë, këtu kanë ardhur dhe ardhës të tjerë, jemi bërë miqe shok me të tërë, edhe është bërë një fshat shumë i madh, domethënë mund të jetë fshati i dytë në rreth të Vlorës, që është aq i madh. Trevllazëri mund të jetë fshati më i gjelbëruar në zonën e jugut. Plantacione të tëra me ullinj, qindra shekullor, pyje, vreshta me rush, e kultura të tjera si misri, gruri e të tjerë. Trevllazëri i quhet ndryshe edhe balkoni i Myzeqes. Pasi prej aty mund të shohësh gjithë ultësirën e Myzeqes, por edhe luginën e lumit të Vlorës dhe fshatrat e tij. Tani bima e ullirit vete rreth 2000 vjet. Këtu ka ullinj shumë të vjetër. Bilet matur edhe nga specialistët që tregojnë për hershmërinë e vendbanimit si jetorit të banorëve këtu. Kanë kultivuar bimën e ullirit dhe vreshtarin. Me këto është marrë ky komunitet. Ullit, vreshtari, me shekuj. Se vetë pozicioni, vetë toka e tillë këtu, këto 2 bimë ka rritur. Këto kanë kultivuar se pak tokë bujësore ka pasur. Edhe çdo familje ka pasur vreshtin dhe parcelën me ullinj. E kanë jetuar edhe bënin shkëmbimet në Myzeqe poshtë, merrin bereqetin edhe ullinj, vajtë e ullirit. Po më përpara, nuk është një orë alkoholi si që njërë sot, po rehania. Rehania është një lëng rushi, e kanë kultivuar, e kanë prodhuar nga rushi, lëng. E pinin njerëzit. Sot e këthyen në alkohol bëjnë në rakije e vekose, kjo është një orë, bile. Kjo ka rejnë tu edhe skrapari për meti dhe që e të rehani. Tani, po të vështrosh,
Këtu klima e mrekullueshme për vetë faktin se bima e ullirit e ka pastruar klimën. Është i pillëzuar 12 muaj viti gjelbërim. Po të shikosh mirë, këtu edhe përbërja, edhe bukuria e njerëzve është e veçantë nga fshatrat e tjera, se vetë klima është e begatë. Vetë bima e ullirit e veshur. Mund të ketë rreth 40-50.000 rrënj ullinj gjithë territori fshatit. Plus kemi edhe pyjet, po s'kemi një pyet. Ne në gjuhën tonë u themi korijet, korije madhe edhe korijet e vogla, me dru lisi, që këto e bëjnë akoma më të begatë klimën e vendit tonë. U thash edhe një, domethënë klima këtu ka ndikuar në bukurinë e njerëzve, në bukurinë. Fshati është tjetërsuar në 25 vitet e tranzicionit. Kullat e vjetra dykatëshe me odat e mëdha, me çatinë e tjergullt, i kanë lënë vendin banesave të reja, form vilash me arkitekturën moderne. Simbolik në këtë fshat është edhe vendi i kishës, siç e quajnë banorët, por edhe sheshi kryesor i fshatit. Jemi këtu në sheshin kryesor, në qendrën e fshatit Trevllazër, në sheshin Pasho Muhameti dhe gjithashtu ndodhet edhe shkolla, e cila është shkolla 9 vjeçare Avni Rustemi. Në fakt, për ndërtimin e fshatit ekzistojnë shumë gojdhëna që ka rreth 1500 vjet që është ndërtuar ky fshat, por banorët besojnë edhe në gojdhëna të tjera që ka ende më herët dhe këtë e bazojnë këtë besim në faktin e antikitetit të gojdhënave të gjurmëve, në të cilat janë mbjellur, pra në kohën kur janë mbjellur ullinj, të cilët mund të jenë më tepër se 1500 vjet. Në Trevllazër, ajri është i pastër, sepse ka qindra hektar me pyje e toka të tëra të punuara, sheh njerëz punëtore të qeshur, që kanë një motiv dite, punën dhe mirësinë. Para 2 vjetësh, 5 gra nga Novosela, Mifoli dhe Trevllazri, u përfshin në një projekt të Auledës për punimet artizanale në kushtet shtëpiake, ndërsa sot Gjinovefa Lazaj dhe Mjaftime Myrtaj janë të certifikuara dhe përveç impenjimeve të shumta në punët e përditshme, i janë përkushtuar së tepërmi edhe këtij pasioni të madh, siç e quajnë ato. Këtu jemi në ambientet e shtëpisë së zonjës Gjinovefa Lazaj, e cila përveç punëve të përditshme, impenjimeve me fëmijët, ka vendosur që të merret edhe me prodhimin e sapunëve, kremrave, pastës, së vajit të ullirit e shumë gjërave të tjera, të cilat janë shumë të kërkuara kohët e fundit, por e veçanta e këtyre femrave, të cilat merren me prodhimin e këtyre produkteve, është sepse gjithçka në këto produkte është bio dhe 100% natyrale. Trevllazri, një fshat që njihet për klimë tokë të bekuar, i ka favorizuar këto gra që përveç ullirit e vajit të tij, që këtu gjendet me bollok, të kultivojnë edhe kultura të veçanta, si lavanda, aloe vera, rozmarina e të tjera bimë medicinale, që t'i shtojnë të gjitha këto në prodhimet e tyre artizanale, si sapuni, kremi apo pasta e ullirit. Kjo është lavanda, kjo është bimë aromatike. Unë këtë duke marrë pjesë në trajnimin e sapunit, që e njojta lavandën, fillova që ta kultivoj vetë, në shtëpinë time.
që ti kem të gjitha gjërat që përdor për sapunin, unë këtë e kam kultivuar vetë. Duke marrë pjesë në trajnimin e sapunit, që kërkoj edhe lavanda si bimë aromatike, dhe unë fillova ta kultivoj vetë në shtëpinë time. Shumë e vështirë nuk është se kjo kërkon toka të thata, ranore dhe kultivohet. Po si vjet bëri ftomë shumë e madhe dhe një pjesë më prish. Këtë e ruajta, e kisha mbill në këtë vazon dhe e futa brenda në shtëpi që e ruajta. Lavandën, aloe verën aty dhe ajo më prish, edhe këtë e përdor vetë. Aloe verën që përdor tek sapuni dhe këtë e kultivoj vetë. Ike që përdorem për sapunin. Rozmarin. Përdoret dhe për paten e ullirit. Përdoret dhe në gatime. 64 gram. Gjysmë kilogrami vaj ulliri. Po çfarë jemi duke përgatitur? Sapunin. Sapunin? Po. Marin me... Po. Me rozmarin, me kamomil. Këto gjëra ne i mbledhim vetë, i saj, dhe i përdorim për sapunin. Të gjitha produktet janë bio. Po, Janë bio. të gjitha Sapuni është i vlefshëm të gjitha që i kemi në shtëpi. Është shumë ushqyes, sepse përmban vajin e ullirit dhe e hidraton lëkurën në thellësi. Ne kemi bërë me të gjitha përbërësi të ndryshëm. Këto bimët medicinale fytyrën për shembull e luftojnë deri në thellësi mikrobin që ka fytyra, e hidratojnë. Ndërsa vaj ullirit është ai që e mbron. Është kryesor. I gjithë sapuni i bazë ka vaj ullirit. Neve jemi trajnuar nga shoqata Auleda nëpërmjet 2 italianëve. Na kanë trajnuar. Derisa të bëhet një masë homogene të mpikset dhe pastaj e hedhim në përforma të sapunit dhe e lëm për 24 orë, i nxjerrim që andej dhe i mbështellim me një rrop pambuku. Pas kësaj do të thotë që sapunët do të jenë gati. Do rrinë 40 ditë, pastaj janë përshëndetje. Pra këto janë forma. Këto janë format e sapunit. Janë në forma të ndryshme, do edhe në forma ku do lihen 24 orë. Pas 24 ore do hiqen nga format dhe do mblidhen me një pecet pambuke dhe do futen në errësirë. Dhe atje do ruhen për 40 ditë. Pas 40 ditë sapuni është gati për në treg për të përdorur. Para 40 ditësh sapuni nuk përdoret. Finale që shtohen në çdo prodhim që ju bëni. Është kamomili, rozmarina, sherebele, gjethja e ullirit. Kemi dhe bimë të tjera, po këtu për momentin nuk i kemi. Kemi një rigon që i themi ne rigoni i bardh, e mbledhim në ambientet jashtë andej, e thaj, lulën e bletës, lavandën, unë e kam kultivuar vetë, këtu në oborin tim, po nga ftoma si vjetë, më është thash, më ka ngelu shumë pak. Gjethet e portokalleve, të limonit, lëkurën e portokallës, lëngun e portokallës dhe të limonit, dhe me këto ne kemi bërë sapunet. Po baza kryesore e sapunit është vaj ullirit. Ndërsa këto janë bimët që hidhen në ujë, i zjejmë, dhe me këto bëjmë sapunin që përgatisim pastaj. Të gjitha këto ne i kemi vetë në shtëpinë tonë. Asnjë nga këto ne nuk shkojmë që t'i blejmë diku. Pra janë të gjitha po, janë të gjitha prodhimet tona. Që nga ulliri, nga vaj ullirit, që ne nxjerrim vetë. Dhe për këtë ne jemi të garantuar sepse e kemi prodhimin tonë. Nuk e kemi prodhim tregu që të shkojmë ta blejmë aty dhe të vim vajin e ullirit, se ajo është kryesorja. Ndërsa bimët medicinale diskutohen edhe mund t'i blejmë disa, po më të shumtat ne i kemi vetë. Shoh që ka një sër produktesh. Keni krem, Kemi kremin, pastën. kremin dhe pastën e ullirit. Atëre kjo është pasta. Po, kjo është pasta e ullirit. Si përgatitet? Përgatitja e kësaj pastës së ullirit, merret ulliri, vilet, ulliri me cilësinë më të mirë, i pjekur, përgatitet në shtëpi dhe mbas përgatitjes të ullirit është shumë përgatitje të mirë sepse duhet ulliri të jetë i ëmbël,
jo i hidhur. Pas përgatitjes, pastaj marrim bëjmë pastën e ullirit. Kemi ato veglat që bëjmë pastën, e kemi të përzier me lloj-lloj erëzash. Unë këtë e kam bërë me majdanoz, me hudhra, me limon, me spec djegës, me rigon, me biber të zi. Kam bërë me të gjitha këto produkte. Kemi përgatisi me borzilok, me rukola, me spinaq, me spec, me domate, me të gjitha llojet e perimeve. Kjo varet edhe në bazë të kërkesave. Po, edhe në bazë të kërkesave. Më tepër na i kanë kërkuar me majdanoz. Dhe më tepër me atë e bëjmë me majdanoz. Kjo na është tërhequr në çdo panajër që ne kemi shkuar, pastaj ullisht na tërhequr më tepër nga produktet dhe kremi. Ja shkojmë te kremi, krem mbrojtës tot për fytyrën, tuaj në bazë vaj ulliri dhe mjalti. Është tuar dhe mjalti. Po. Ky është kremi i përgatitur, baza është vaj ullirit, dylli bletës dhe mjalti. Ky është krem që përdoret në darkë, mbas make-upit që ke vënë, përdor kremin për të mbrojtur lëkurën, për të mos u prishur lëkura. Përdoret në kohën e plazhit, mbas plazhit, dhe përdoret për duart, këmbët, për të gjithë lëkurën e trupit. Dhe është krem kundra mykut. Përdoret edhe për fëmijë të vegjël të posalindur. Është një krem se është pa kimikate, është vetëm me vaj ulliri dhe 100% natyral. Duket edhe nga ngjyra në fakt që është 100% natyral dhe që ka bazë vajin e ullirit dhe mjaltin. Ky është krem aromën nuk ka, sepse si kemi hedhur vaj sepse nuk ka kimikate. Po. Dhe më tepër kështu ne kanë kërkuar dhe sapunët, nëse kemi hedhur vaj esencial, i kemi vetëm me aromën e tyre natyrale, origjinale, me aromën e vajit të ullirit dhe të bimëve që përdorin. Këto janë produktet që ne prodhojmë. Për këtë sapun për shembull çfarë është përdorur? Shoh që ka edhe kërcej, ka rozmarin. Ka lëngun e rozmarinës, ka edhe gjethet e rozmarinës brenda. Ky lloj sapuni. Ndërsa ky këtu është me kanellë dhe me mjalt. Ky sapuni këtu. Ndërsa ky është me lëng portokalle. Ky është me aloe vera. Pra ky është me aloe vera. Edhe që ka ndonjë lloj ndarje, për shembull për përdorimin? Për përdorimin sapuni është për të gjitha lëkurat sepse mban vajin e ullirit. Dhe ti do thuash që të gjitha lëkurat mund të mos e pranojnë vajin e ullirit, se ka lëkurat e ndryshme, ka dhe lëkurat të thata. Por lëkurën e thatë mund të përdorim sapunin me limon, të ndryshme sapunin me limon, por ajo që e rigjeneron është vaji i ullirit. Dhe për fytyrën e ndryshme mund të përdorim të gjitha llojet e sapunrave, dhe për lëkurën e thatë. Sepse është vaji i ullirit ai që i rigjeneron lëkurat dhe i mbron dhe i ushqen, sepse është ushqyes. Në këtë sapun, edhe pse ndryshojnë produktet, janë për të gjitha lëkurat. Për të gjitha llojet e lëkurave. Unë sapunët ne fillimisht na i kanë provuar vajzat tona dhe u ka bërë shumë mirë për lëkurën. Dhe tani kemi dhe porosira, si për shembull në Tiranë mua më marrin gjithmonë në telefon, sepse atyre u ka bërë shumë mirë për lëkurën. Edhe më kanë marrë në telefon dhe u kam dërguar sapunët. I shita në panajër, vjet. Gjatë përdorimit që ato i përdorën, sapunët u bën shumë mirë për lëkurën, kanë ngel të kënaqura dhe më dërgojnë gjithmonë. Ndërsa meshkujt e kanë përdorur mbas 6 muajsh, ku përdoret për shembull se nuk bën shkum ato fillimet e para mbas 40 dite, sapuni është tamam si tip si një kremi kur lan fytyrën. Mbas 6 muajsh, duke ndënjur në errësirë dhe duke u thash sa më tepër, ai bën shkum. Dhe kanë arritur që kanë provuar edhe për kokën, kush ka zboks, ato plagët që krijohen në kokë për nga shampot, nga llojrat që bëjnë alergji, dhe ka dhënë shumë rezultat dhe më kanë kërkuar prapë. Edhe për kokën, po, për flokën se është shumë ushqyes se ka vajin e ullirit. Është vetëm me vaj ullirit, si po shikoni vajin e ullirit këtu. Po. Nuk është. Dhe vaji është shumë i mirë. Është natyral, është origjinal. Duar artat janë quajtur këto gra dhe ky emër është totalisht i merituar. Ato janë nderuar me çmime në panajire të ndryshme,
edhe pse kanë problem ende me njohjen dhe gjetjen e tregut. Kjo është certifikata ime, mbas trajnimit që unë bëra për 8 muaj me radhë, më dhanë këtë certifikat. U trajnua me 2 italiane nga shoqata Auleda. Kemi shkuar në komunën ish komuna e Novoselës. Shkonim atje 3 herë në javë, edhe që trajnoheshim, që mësuam sapunin dhe pastën e ullirit, se ne kishim produktet tona, po nuk i dinim që nga këto dilnin në produkte të tjera. Dhe kështu ato na mësuan, na trajnuan, na dhanë certifikata dhe ne tani jemi gati për në treg, për të dalë në treg. Si bëhet masa kështu gati për edhe informa tonë? Pra ky është sapuni me kamomil. Po. Duket për ta ngrënë. Që ne hedhim në masat e sapunit, ato përcaktojnë sapunin me çfarë është bërë. Dhe prandaj hedhim bimët e thata në fund të masës. Pra përveç se në përbërje ju hidhni edhe... hedhim që e përcakton, për shembull që unë e di ky sapun është me rozmarin. Dhe ky sapun është me kanellë dhe me mjalt. Ne bëjmë me lëngshege. Me lëngshege, ky është me aloe vera, siç u thash, sepse kam forma ti do thosh si e di këtë që me aloe vera. Unë e di sepse kam këto forma, i ka bërë vetëm me aloe vera. Ky sapun është bërë me lëng portokalle dhe përdoret për të gjitha lëkurat. Ky është bërë me kanellë dhe me mjalt. Dhe ky është shumë i mirë për lëkurat, sidomos për fytyrën. Ky është bërë me rozmarin. Dhe kemi me aloe vera. Aloe vera shumë e njohur dhe shumë e përhapur. Shumë e përdorur. Dhe shumë e përdorur në produktet kozmetike. Kemi dhe kremin. Ky është krem mbrojtës për lëkurën. Përdoret për mykun e lëkurës. Përdoret mbas plazhit. Përdoret në darkë rregullisht. Jo ditën, sepse ditën të merr dielli. Kushdo që ta përdor për ngjyrë, përdoret. Është shumë i mirë. Dhe lëkurën ta ushqen, sepse është me vaj ulliri. Kjo është pasta e ullirit. Kjo përdoret në brusketa, në makarona. Dhe shumë e përdorshme në lokale. Keni kërkesa? Kemi pasur kërkesa, po tani këto kohët e fundit jo dhe shumë. Kërkesa, kështu ne kam pëlqyer shumë produktin. Na thonë të gjithë që është shumë i mirë, është shumë cilësor. Kërkesat apo nuk janë njohur në fakt me... Edhe nuk janë njohur, më tepër që është tërhequr vetëm në Tiranë. Auleda solli njoftimin në ish komunën në Novoselës për të nxitur gratë për produktet që ne prodhojmë në shtëpinë tonë dhe nuk kemi mundësi që të punësoheshim dhe të punësohemi me produktet tona, që t'i nxjerrim në treg. Dhe janë dhe produkte natyrale 100%. Dhe nga fshati jon shkuan 5 gra. Nga fshati Trevllazër. Ishin nga Mifoli dhe nga Novosela. Po ishin 14 gra në grup të gjitha. Po nga Novosela nuk kishin produktet e tyre sepse nuk kanë ullinj. Ulliri është në fshatin Trevllazër. Ky fshat ka ullirin Kalinjot, që është autokton dhe është shekullor. Dhe nga cilësia e ullirit është cilësor dhe është ulliri që zë vendin e parë pothuajse në të gjithë zonën. Dhe për këtë kryesonim ne të Trevllazërit, që kishim ullirin Kalinjot. Vazhduam në grup gjatë 8 muajsh që u trajnuam.
Mbas 8 muajsh ne duhet të merrim vetë situatën në dorë që të dilim në treg, të përpiqeshim me forcat tona që të nxirrim prodhimet tona. Shkuam në disa panajire që kemi provuar, produkte na i kanë tërhequr sepse e kanë pëlqyer se është produkt cilësor, po deri tani s'kemi pasur ndonjë ofertë të madhe që të lidhemi, që të punojmë dhe të lidhemi dhe që të shesim produktin. Neve kemi bërë disa panajire. Panajiret na i ka mundësuar Adat Malor, është një shoqat tjetër, dhe mendim të atyre kemi shkuar në për këto panajire. Kemi shkuar në Kosovë, në Tiranë, në Vlorë, dhe tash i prapë këtë javë kemi në Vlorë një panajir tek Lungomarja, do vemi të shtunë të diel. Po mendim në atyre që na sigurojnë vendin dhe që vemi që i shesim, se vetë nuk njihemi. Nuk kemi mundësi vetë që ta përballojmë për shumë koston që të vemi të paguajmë çadrën edhe vendin që të rrim. Një biznes për shembull që unë kam përfituar dhe do shkoj për shembull të paguaj vendin atje, çadrën, hotelin, ngrënien, dhe se deri tani ne kemi ecur me këmbë të tjerëve, s'kemi ecur dot me këmbët tona. Pra ju keni dëshirë që të zgjerohet prodhimi jonë dhe të eci në masë të madhe sepse është produkt si ju e pat vetë, vajin e ullirit. Të njihet, sepse këtu akoma nuk njihet. Këto gjëra nuk njihen akoma. Ne nuk është që ne i përpunojmë gjërat me produkte të blera, ne i përpunojmë gjërat me produktet tona. Ju e pat vetë me vajin e ullirit, që ne kemi vetë të prodhuar nga toka tona. Unë kam frikë se po të zgjerohet prodhimi, ndoshta do filloni dhe ju të përdorni kimikatet, sepse do keni prodhim të madh. Ne nuk duam të përdorim kimikate në asnjë mas, dhe për këtë jemi të bindura dhe të bëhet analiza. Këtë ka të veçantë, kjo që është organike, pa sapun ka shumë herë më të mirë dhe më të bukur, kurse ky është pa aromë, pa ngjyrë, pa asnjë, është thjesht sepse ne si kemi hedhur as pigment me ngjyrë. Që ta ngjyrosim që të jetë sa më organik, rozmarinës, apo ta ngjyrosim në ngjyrën e portokallit, apo në ngjyrën Jo, tani janë fantastik ata, po themi nëse ju do bëheni, do keni një të rrisim tregun me këtë cilësi. Po. Ne duam të jemi origjinale me këtë cilësi. Nuk duam që të fusim produkte të tjera, kimikate. Prandaj në panajire kemi parë edhe sapun të tillë. Ideja jonë të eci më tej. Që punoheshin vetë dhe ishin me aromë dhe me ngjyrus. Ato vërtet thoshin që janë organike, me vaj ulliri, me gjëra, po kishin ngjyra të ndryshme. Në ngjyrën e lavandës që pash atje, ajo kishte hedhur ngjyrën Leila të lavandës, të lulës së lavandës. Dhe gjë që ajo nuk e di si e het atë pigment. Ndërsa mua atje për shembull i kanë parë kështu aromën dhe ngjyrën dhe kanë thënë që aromë vërtet natyrale. Dhe unë kam dëgjuar që në momentin që një sapun apo një produkt, një krem është me kimikate, atëherë ka ngjyrë dhe ka erë të mirë. Ndërkohë që këto produkte nuk kanë as erë, as ngjyrë. Këto kanë vetëm ngjyrën origjinale të vajit ullirit dhe asnjë lloj ngjyre tjetër. Kjo ka dyllin e bletës dhe vajin e ullirit. Nuk ka fare as vaj esencial për aromë, asnjë gjë. Janë vetëm natyrale. Në momentet që po flasim, do më thënë ju punoni për kërkesa të vogla brenda qytetit, nuk e di në... Ne punojmë, kemi punuar deri tani sepse sapuni do shumë kohë që të përdoret dhe unë duhet ta kem të përgatitur sapunin. Ndërsa pasën e ullirit, për shembull, ullirin e kam të përgatitur, po këtë mund ta përgatis në porosinë që më kërkohet brenda një jave, ndërsa sapunin për një javë unë se nxjerr dot në treg, sepse ai ta dëmton fytyrën. Dhe kështu që unë humbas komplet ajo bio që është këtu, unë e kthej në kimikat të gjithçka. Dhe çdo gjë do shumë përgatitje që të bëhet. Dhe këto janë gjëra që kostojnë dhe janë gjëra që kërkojnë shumë kohë. Ndaj është natyrale dhe origjinale, se kimikatja mund të bëhet dhe sapuni ti mund ta përdorësh për shumë pak kohë. Po ideja jonë është që ne të ecim më përpara, duhet kemi treg, duhet kemi të na afrohet
tregu, sepse nuk kemi të lidhura fare me tregu, pothuajse. Kemi qenë të lidhura vetëm me panajire deri tani. Po si njiheni? Njerëzit shkoj që keni dhe një... Gjithmonë, po, këto kartë vizita më kanë marrë shumë njerëz, edhe ministri Panariti kur unë isha në Korç, e pëlqeu shumë pas Neullirit, edhe ai mori kartë vizit, dhe shumë na kanë marrë. Deri tani na kanë... Është ndonjë konkrete, vetëm fjalë. Kështu që është e mirë, po treg s'ka. Edhe emrin Duarartat, kush ka vendosur emrin? Auleda. Auleda, që është iniciatore e projektit. Në vitin 1927, Trevllazër i ka pasur vetëm 70 shtëpi. Në vitin 1990, numri i familjeve ishte shtuar së tepërmi, duke arritur në 600 familje, dhe në ditët e sotme është pothuajse përgjysmuar nga emigrimi. Në Trevllazër sot jetojnë rreth 370 familje, të gjithë kanë tokat e tyre me ullinj, me vreshta, për të cilat kujdesen, i mirëmbajnë dhe punojnë, por problem për ta ngelet ende infrastruktura, mungesa e ujit, magazinimi dhe sigurimi i tregut, pasi kjo zonë prodhon më tepër se sa mund të jenë kërkesat aktuale të tregut vendas. Janë marrë ky komunitet me kultivimin e ullirit edhe ka ecur brez pas brezi, edhe kësot. Kjo punë bëhet nga ky komunitet. E kanë shtuar, e sidomos këto vitet e demokracisë, e kanë shtuar në mënyrë masive rritjen e ullit, të vreshtarisë. Kemi një gjë, vend shumë i begat, ju e shikoni vetën që çfarë të bëjë unë reklam është vetë natyra këtu, të tërgon vetën e saj, po një diçka, e kemi lëmë masdore. Këtu, si mas të klimës si kak mund të zhvillohet ai një turizëm i shkëlqyer, se kemi gjitho pyje, gjitho kodra. E na i kanë vlerësuar ose përcaktuar si shqipojnë me dy krafshe aty se atë pozicion kanë. Me këtë klimë të mrekullueshme, deti edhe rrethuar me dy lumenj ansor, me një klimë të mrekullueshme. Kjo rritet, kjo bimësi. Është lënë bazdore. Nuk është bërë një politik e tillë që njerëzit ta zhvillojnë ekonominë dhe ta zbukurojnë. E kanë lënë. Ikën, dakord, se njeriu do kërkojë jetë më të mirë, po e këtu zhvillohet jeta e mrekullueshme. Se i kemi që të gjitha mundësitë. Po çfarë nuk kemi? Po me pak investime sikur infrastruktura, se ajo është edhe niveli jetesës ka ndryshuar. Nuk është ai niveli jetesës kishim ne, por sot ka ndryshuar shumë niveli jetesës. Edhe si mas niveli të jetesës, është edhe infrastruktura, po nuk i përgjigjet. Duhet punë, duhet ndërhyrje. Ka shumë të ikur në emigrim nga fshati? Po, ka. Ishin 625 familje më 90-ën, 370 jenë me statistikë. Po thuj se ishë përgjysmuar. Tani... Ta që kanë ngelur merren vetëm me prodhimin e ullinjve, po, veshtarisë? Po, edhe pak me këto kulturat e tjera, shumë pak. Po, vetëm ullinj edhe veshtarisë. Në këtë fshat prodhohet vetëm për plotësimin e nevojave vetjake, apo... Jo, ne prodhojmë me mira. Ne i plotësojmë nevojat tona. Me 1/10 e prodhimit, po të tjera. Për shembull, unë vjetë bëra 50 kuntal ulli, po unë nuk konsumoj. Unë sa do konsumoj për vendet time. Vjetë e shes, me atë jetoj. Njerëzit me atë jetoj këtu, për mrekulli.
për mrekulli. Treg vetëm brenda vendit, brenda qytetit apo Po, edhe brenda qytetit, nuk... Çfarë të themi, se kjo sëmundje është për të gjithë. Po të ketë një bashkëpunim të mirë, në shteti, lidhe me këto firmat, këtu bëjnë mrekulli. Ju e kuptoni se sa dëme kemi, sa firo kemi. Çfarë problemi këtu? Janë 3 fabrika që punojnë, 3 fabrika. Ka firo. Firo nga gjithë anët, a kupton? Pse ky vaj, kur bota e kërkojnë, e kërkojnë, po së moj që populatat haj vaj ulliri, s'ka pse të haj, ma do, qarë bjetë ata me ato. vaj të përzierë? Vaj të përzierë. Vaj misri? Le vaj misri me ato me esensëra, se i dim gjithë ato me esensëra, po, ko së moj, popullin vaj ulliri, se është vaj të ullirit. Sepse prodhohet? Po prodhohet, e sidomos është Kalinjoti, që zëri vënd e dyta i Vesafi, në botë, firmeti, se është shumë cilësore, e ka mundësi të zë vënd e para i vajtë e ullirit tonë, se sa më i vjetër të jetë bime e ullirit, kuptoni. Aqë më vajtë mirë. Ta një thonë për, këto që, si zhvilluar, Republika e Veneses, jetë e grande atyre, me që kam jetëzuar e zhdi pak, e shumë nuk di, edhe zhvilloj, e i mboli, to, kultiva, se bëndet tregti, gjithë Evropën, të vaj që përdorë zhvaj për drit atyre. Edhe, jo vetëm, edhe më përpara, vetë bima e ulliri të regon, vetë vjetërsia të regon. U shalli se këtu është kultivuar me 4-5 sheku e një, shumë përpara. Tani duhet ndërhyrje, të bëhen plane, të tilla, që t'i vinë ndim kësaj zone, është zonë tepër begat, zonë shumë i begat. Ne kemi pare vëndet të tjera, po këto janë zona tepër begata. Derisa prodhojnë bimën më të mirë, që ka qenë simbol. Më përpara si pirua e pirit e to, vini kuron e ullirit. Çdo të thotë kjo, është e bekuar. Një bim ka 2 cilësi. Është paqësore. Dhe jep, është bima më e fortë, më paqësorja. Të jep atë ushqim që se jep as bim tjetër. E dru shumë i fortë, që thonë shumë. 2 cilësi ka kjo bim. Ne këtë bim e kemi lënë mbrapa. Ju deri tani merreni individualisht, do familje me tokat? Po. Si janë ndarja? Ndarja... Asë një lloj bujësie në botë, nuk zhvillohet me këtë ndarje. Nuk zhvillohet, pse pjesë, ne pam edhe jashtë, parcela gjithë. Qindra hektar. Se vjetë në funksion shkencat. Këtu ne jemi të bërë copa. Pjesë, është e pa drejt. Ka tjetëri 20 rënjullin këtu, 50 ati, 20. Nuk zhvillohet bujësia kështu. Duhet bloqet më dha. Po si do bëhet, specialistët e din, ata që... Kështu ishte e pa drejt ajo. Ishte e pa drejt. Ndarja kështu janë, një ndarje jo reale. Se kjo nuk je produkt, vetë fakti produkt. Nuk janë tokat e fqinjve tanë më të pasër nga tokat, se ne i pa me sy, edhe jugun e Italis, edhe Greqin, i kemi parë me sy. Nuk janë më të begata nga këto, kjo është perl. është perl si për bërje toke. Nga broje italianët tu, kam pritur këtu. Të mu më anitën. Dhe një 15 vjenë atë Caritasit anire. Edhe u manitën. Plus edhe, ku punoja në Firenze atim, për ustan tim tu, u manitën. Po përveç kultura vujtore, dhe më thëmë këtu, çfarë ka diçka tjetër interesante me çfarë merren banorët, me bujqësi, Po. me blegtori, me ndonjë kulturë që është e veçantë?
Kulturat veçanta këto janë dy, me kryesoret. Këto janë tradicionale. Tradicionale, edhe me pak blegtori. Si ma zvëndi se vëndyn, nuk ka pasu kapacitet të mbaj shumë blegtori si lumi Vlorës, ose me krajinat e tjera. Përse, se kanë kultivuar këto dy bimën kryesore. Është i ndërtuar fshati me sakrificat e tija, po ka disa mungesa që nuk i realizon dot për ujtë kryesore që kemi të nevojshme jashtë mase, sidomos gjysma e fshatit është pa ujë fare. Kemi rrugën aq keq, që është për të ardhur keq, që në një kohë që ne jemi 2.000 banorë në Trevllazër që ekzistojnë këtu në fshat, rreth 500 familje shtëpi, edhe kemi problem këtë si histori. I lutemi bashkisë të na ndihmoj për këtë punë se kemi shumë problem. Me çfarë furnizojni? Ne furnizojemi me bota dhe po të doni ja ku është dhe boti aty që marrim, do më thënë sa gjysma e fshatit njerë, se mos ta themi të gjithë fshatit, po gjysma e fshatit furnizohet me bote. Kur në një kohë këto leka, që ne i paguajmë 20.000 leka botin, me ujë, që e blejmë, ti marrë shteti, ti regulojmë, ti marrë shteti këto, e të nga garantoj ujtë, se ky ujtë është jeta, nuk është... Prej sa kohësh jeni pa ujë? Ne kemi thuajse që kur ka ryrë demokracia që vuajmë për këtë punë. Na ka ndihmuar pjesërisht, po thuaj se jemi fare krejt ka saj pune që jemi të pa ujë. Kam një rast si vjetë, unë kam 6 fëmijë, 4 vajza e 2 djemë. Kur më vinë fëmijët që më mblidhen këtu, nuk u lërin as për një gjë tjetër, vetëm u lërin për ujtë dhe s'kan ku hedhen gomat e makinës në rrugë. Edhe ky është halli më i madh sot për sot, se nuk i do i themi as bashkisë, as shtetit, as një nuk do i themi që hajde ti edhe puno vështin tim, do ta punoj vetë vështin, ullirin, po mua nuk më vinë tregtari që të ma marë rushin, nuk më vinë të më marë ullirin, për shumë arsye, më tepër nga rruga, po deshe thot bjema atje, ne kushtet pozicionet si kemi, që ta shpjem atje e ta bjema atje. Andaj jemi ka pasur asnjë interesim deri tani? Deri tani asnjë interesim më të voglin nuk kemi nga shteti në këtë drejtim. I lutemi, e themi me shpirt, i lutemi, janë 2.000 banorë, 600 shtëpi. Bashkia e di këtë. Çfarë kultivohet më shumë në fshatin e Trevllazërit dhe si ja bëni për tregun? Për tregun jemi në hall, po hajde se me të keq vinë tregtarët edhe na i marrën rushin. Ja unë për shembull jam veti 4 vëlla, bëj 400 kuntal rush e shes, po me vështërsinë shumë të madhe e shes. Se edhe nëse do vija ai tregtari që do vi ta marri rushin këtu, nuk vin dot. Se e pat vet rrugën nga erdhët lartë, edhe e pat se s'kishit ku hidhit gomën, apo e gënjej këtë, ja ku je, e keni vojtur. Ulliri djetë që sa ka ullim Trevllazi s'ka asnjë fshat në rreth Vlorës. Prandaj që i lutemi, rrugë, ujë, dhe të na ndihmoj dhe për këto që të thash, për ullirin, për rushin, të na ndihmoj të vërë që dorë shteti. Fshati Trevllazër është njohur për mikpritjen e tij. Gjatë kohës së luftës së dytë botërore në këtë shtëpi, është strehuar dhe ka jetuar Ana Cohen, një shtetëse hebre, e cila sot jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në shkrimet e saj nuk mungojnë vlerësimet për banorët e Trevllazërit, ata të cilët e kanë strehuar dhe kanë jetuar me të, për mikpritjen dhe besnikërinë. Maja e Lisave është pika më e lartë e fshatit Trevllazër. Nga njëra anë mund të shohësh me sy të lirë fushën e Myzeqes dhe fshatrat e saj, dhe nga krau tjetër gjithë luginën e lumit të Vlorës. Fylli këtu tek ne është një mrekulli. Kufirin është lumi Vjos. Ma tam në fshatrat e Mallakasës.
Vari Bopi, i fshati atje, dhe Merad Sakrani, qytetëzore Sakranit. E Merad. Kurse lartë, pastaj janë fshatrat e Mallakasës, jo e Kali e Sakrani, Materna asaj kodrës. Është Buzmadhi, Goriqova, Belishova, gjithë radhës fshatrat. Këtu ndahemi ne në Lumi Vjosa me Mallakasën. Pastaj është Shushica, ajo që duket. Shushica është ai vim në Lumi Vlorës. Aty bashkohet diku aty. Po. Në Malin Armenit i thonë. Quhet balkoni Mizekjes, se shpika me lartë, fshati nga unë të Sodisës, të gjithë fshatrat e Mizekjes, edhe fshatrat e Mallakastrës, për te i Lumit Vjos. E të drejtë populli e ka emërtuar këtë, se shpika me lartë. Ka pasur lisa në këtë zonë? Po, prandaj quhet edhe bregu i lisave. Me kalimin e kohës, një pjesë janë prerë, janë djegur, por i përtërien se përruen nga populli tani, për i të ndërgjegjshëm, se sa e nevojshme është pylli i lisave. E përruet, po rriten. Kemi shpresa se e me ndërgjegjësimin e popullit, të vetë komunitetit këtu, sa e nevojshme dhe sa e dobishme është pylli i lisave. Jemi spostuar në pikën më të lartë të fshatit Trevllazër, e cila quhet Maja e Lisave, ka qenë një zonë e pëllzuar me lisa. Ashtu siç na tregoi dhe zotëria, këtu kanë qenë lisat, ndërkohë disa janë prerë, disa tjerë janë djegur. Dhe me kalimin e kohës, vetë qytetarët, vetë komuniteti këtu është duke u interesuar për ripërtëritjen e tyre. Nga kjo pika më e lartë pra e fshatit, nga Maja e Lisave, duken shumë fshatra të Myzeqes, për vetë faktin se Trevllazëri si fshat është quajtur ndryshe edhe si balkoni i Myzeqes, pasi këtu duken fshatra të tërë si dhe e gjithë fusha. Po lëm pas fshatin përpara se të bjeri Muzgu, e bashkë me të Pllajat dhe Luginat, fushat e qëndisura nga fshatarët e urtë e punëtorë të zonës, u kemi dhënë pak vëmendje dhe u kemi marrë një leksion të mirë se si mundi e përkushtimi, tradita dhe e përditshmja kthehen në një mënyrë jetese. Ky është emisioni Histori të vërteta në fshatin Trevllazër, një fshat i cili nga pamja të ngjason me krahët e një shqiponje, një vend i bekuar me vreshta me rrush, por gjithashtu edhe me ullinj. Miru takofshim në puntatën tjetër.